apostulli i ditës, sepse ju jeni lavdia dhe gëzimi ynë. Prandaj, mbasi nuk mundëm më të duronim, na u duke përqyeshme të qëndrojmë të vetëm në Athinë, dhe dërguam Timotheun, vëllain ton dhe shërbënjës të Perëndisë dhe bashkëpunëtorin ton në predikimin e Ungjillit të Krishtit, që t'ju forcoj, t'ju jap zemër në besimin tuaj, që të mos lëkundet askush në këto shtrëngime, sepse ju e dini vetë se për këtë jemi caktuar, sepse edhe kur ishim midis jush, ju parashikuam se do të shtrëngoheshim, pikërisht sikurse ndodhi dhe ju këtë e dini. Për këtë arsye edhe unë, si nuk duroja më, dërgova të marr vesh për besimin tuaj, se mos ju kishte tunduar tunduesi dhe mundimi ynë të kishte shkuar kot. Por tani që erdhi Timotheu prej jush dhe na solli lajm të mirë për besimin dhe dashurinë tuaj, dhe se ju ruani gjithnjë një kujtim të mirë për ne, dhe keni mall të madh që të na shihni, sikurse edhe ne t'ju shohim juve. Prandaj o vëllezër, ne u ngushëlluam për ju me gjithë shtrëngimin dhe nevojën tonë përmes besimit tuaj, sepse tani rrojmë me të vërtet, nëse ju qëndroni në Zotin. Komenti i apostullit. Të nderuar dëgjues të radios Ngjallja dhe miq të Ungjillit, sot lexojmë nga letra e apostullit Pavlit drejtuar Thesalonikasve, është letra e parë nga kapitulli 2 vargu 20 dhe nga kapitulli 3 vargu 1 deri në vargun 8. Vargu 20 i kapitullit të 2 thotë: sepse ju jeni lavdia dhe gëzimi ynë. Apostulli thekson edhe një rëndësinë që kishim për të besimtarët në Selanik. Ai përdor fjalën gëzim dhe lavdi, që të dyja së bashku përbëjnë atë që quhet kurora e lavdis për apostullin. Apostulli kishte shpenzuar në personalitetin njerëzor, pra tek paganët në Selanik. Disa prej tyre ishin kthyer, ishin bërë të krishterë dhe tashmë ata quheshin bij të shpirtëror të apostullit. Por ai nuk i mbante ata për vete. Ai do t'ia dorëzonte Krishtit dhe ata, duke qenë me Krishtin në përjetësi, do ishin edhe kurora dhe lavdia e apostullimit të apostullit Pavlit. Në kapitullin 3 vargu 1 na thuhet: prandaj mbasi nuk mundëm më të duronim, na duke përqyeshme të qëndrojmë të vetëm në Athinë. Në këtë varg tregohen ankthën që kishte apostulli për përparimin shpirtëror të bijve të tij, pra të krishterëve në Selanik. Apostulli kishte dëshirë të shkonte në Selanik, por siç lexohet dhe në fillim të letrës së drejtuar Thesalonikasve, ishte djalli ai që e kishte penguar apostullin për të vajtur në Selanik. Prandaj, gjitha këto kishin krijuar një ankth, flasim në thonjza, një shqetësim tek apostulli se në çfarë caku kishin vajtur besimtarë në Selanik, sepse tek ata kishte filluar edhe përndjekja. Në vargun 2 na thuhet: dhe dërguam Timotheun, vëllain ton dhe shërbënjës të Perëndisë dhe bashkëpunëtorin ton në predikimin e Ungjillit të Krishtit, që t'ju forcojë t'ju jap zemër në besimin tuaj. Apostulli Pavli dërgon Timotheun dhe ai e cilëson vëllain ton dhe shërbënjësi i Perëndisë dhe bashkëpunëtorin ton në predikimin e Ungjillit të Krishtit. Apostulli Pavli e ka zakon të përdor terma të tillë dhe ky është një karakterizim i veçantë për bashkëpunëtorin e tij Timotheu. Sepse titullin bashkëpunëtor dhe shërbënjës i Perëndisë ai e përdor dhe për veten e tij. Pra, tregon se Timotheu ishte sikur vetë apostulli Pavli të shkonte në Selanik. Me këto shprehje ai kërkon të nxjerrë në pa dhe të lavdëroj personalitetin e Timotheut, aftësinë e tij, besimin që kishte në personin e tij dhe në shërbimin e madh që ai ka ofruar Perëndisë. Domethënë, në transmetimin e mesazhit të shpëtimit që u zbulua në botë me anë të Isu Krishtit dhe nëpërmjet apostujve. Dhe një ndër ta ishte edhe Timotheu, bashkëpunëtor shumë i ngushtë i apostull Pavlit. Në vargun 3 na thuhet që të mos lëkundet askush në këto shtrëngime, sepse ju e dini vetë se për këtë jemi të caktuar. Apostulli Pavli e dërgon Timotheun që t'ju fuqizojë dhe t'ju jap zemër, që askush të mos lëkundet nga këto pikëllime. Pra, duket se në Selanik kishin filluar persekutimet nga paganët nëpërmjet pushtetit romak. Lëkundet ka kuptimin të mos gënjehet ose të mashtrohet. Dhe apostulli Timotheu vajti që të përforcojnë në besim selanikasit, që ata të qëndronin në atë mësim që kishte folur apostulli Pavli.
Sepse të krishterët për shkak të besimit të tyre përballonin përndjekje, përbuzje dhe të gjitha këto bëheshin që ata të dobësoheshin në besimin e tyre dhe të lëkundeshin, pra të ktheheshin përsëri në paganizëm. Por i krishterët duhet jetë i gatshëm dhe duhet i përballojë këto vështirësi. Të krishterët e Selanikut jetonin në një ambient ku regjimi politik, shoqëror dhe vetar ishte i mbushur me mëkate që kundërvepronin dhe kundërshtonin mendimin revolucionar moral të krishtërimit. Apostulli Pavli në letrën e tij drejtuar Romakëve thotë: "Mburemi në shtrëngime, duke ditur që shtrëngimi prodhon këmbgulje, këmbgulja përvojën dhe përvoja shpresën, por shpresa nuk turpëron, sepse dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrat tona me anë të frymës shenjtë që na është dhënë." Pra, jo të gjitha përndjekjet duhen parë në sensin negativ. Patjetër që përndjekja është negative sepse është një dhunë psikologjike dhe fizike, por Perëndia lejon edhe përndjekjen për të mirën e besimtarit, që besimtari të përforcohet në përndjekje dhe të provohet besimi i tij. Ashtu siç provohet edhe pastërtia e arit në flakën e zjarrit. Sa më shumë që ari shkrin, aq më shumë skorjet largohen prej tij dhe ai del një ar i pastër. Prandaj dhe u lejuan përndjekjet tek krishterët e parë dhe në gjithë kohën ka përndjekje deri në fund, sepse këto përndjekje janë të nevojshme që besa jon të dalë si një ar i kulluar përpara Perëndisë. Por le të flasim edhe për vargun 4, sepse edhe kur ishim midis jush, ju parashikuam se do të shtrëngoheshim pikërisht sikur se ndodhi dhe ju këtë e dini. Pra, këtu i referohet kohës ku apostulli Pavli ishte në Selanik dhe patjetër që ai kishte predikuar për Krishtin, por apostulli Pavli, ashtu si dhe vetë Zoti Jezu Krisht, nuk ishte një demagog që i mashtronte turmat me një filozofi të rreme. Zoti tha: "Kush do të vijë mbas meje, të moj veten marr kryqin e të më ndjek pas." Të njëjtën gjë thanë edhe apostujt, duke predikuar Krishtin dhe atë të kryqëzuar. Pra, ashtu si Krishti u kryqëzua, edhe të gjithë besimtarët në Krishtin do të kryqëzohen. Ky është një kryqëzim shpirtëror, është një kryqëzim edhe fizik, pra një përndjekje shpirtërore, shoqërore edhe fizike. Apostulli i kishte paralajmëruar selanikasit për këtë, sepse ai e dinte nga përvoja që kishte, por edhe nga përvoja në kishat e tjera. Ndoshta për selanikasit kjo ishte era e parë e përndjekjes dhe patjetër që duke qenë në fillim me këtë përndjekje, ata mund edhe të tronditeshin, pra mund të trembeshin duke mos pasur përvojë. Dhe në vargun 5 na thuhet: "Për këtë arsye dhe unë, si nuk duroja më, dërgova të marr vesh për besimin tuaj, se mos ju kishte tunduar tunduesi dhe mundimi ynë kishte shkuar kot." Pra, përndjekja që kishte filluar në Selanik kishte krijuar kushte të vështira për krishterët. Dhe duke mos pasur informacion nga selanikasit, apostulli ishte në një agoni, në ankth. Dhe apostulli thot: "Mos ju tundoj tunduesi." Tunduesi është djalli, është ai që pengoi apostullin për të shkuar në Selanik, ashtu si na thot edhe në kapitullin e 2 të kësaj letre: "Prandaj deshëm vim tek ju sidomos unë Pavli një herë përsëri, por Satanai na pengoi." Pra, Satanai, djalli, patjetër që kishte një plan. Ai kërkonte ta mbante larg apostull Pavlin duke nxjerrë pengesa ndryshme nga të krishterët në Selanik, pra të mbante larg mësuesin nga nxënësit, që kështu të krishterët në Selanik të përndiqeshin dhe nga përndjekja ata të dobësoheshin në frymë dhe të mohonin besimin. Ky ishte edhe, mund themi, ankthit dhe shqetësimi i apostullit, sepse të krishterët në Selanik ose mund themi bijtë dhe nxënësit e tij tashmë ishin duke dhënë një provim. Sa vërtet ata besonin? Është ajo që thamë më përpara, se përndjekja lejohet që i krishterit dhe të provohet. Prandaj dhe thot: "Dhe mundimi ynë të mos kishte shkuar kot." Vazhdojmë dhe lexojmë në vargun 6 ku na thot: "Por tani që na erdhi Timotheu prej jush dhe na solli lajm të mirë për besimin dhe dashurinë tuaj, dhe se ju ruani gjithnjë një kujtim të mirë për ne, dhe keni mall të madh që të na shihni, sikurse edhe ne t'ju shohim juve." Por me ardhen e Timotheut nga Selaniku, lajmet ishin të mira, sepse të krishterët e Selanikut, pavarësisht përndjekjes dhe përndjekjes së parë, ata kishin qëndruar të fortë në besim.
Selanikësit e ruajtën besimin dhe dashurinë për Pavlin. Këto janë dy fakte të rëndësishme për apostullin dhe i konsideron të rëndësishme për suksesin e plotë të punës së tij. Për gjitha këto ai falenderon Perëndin dhe lutet që ta denjsoj ndonjëherë të shikojnë nga afër Selanikësit. Lajmet e mira që solli apostull Timothe kanë dy pika të rëndësishme. E para është gjendja fetare e mirë e të krishterëve në Selanik, pavarësisht se apostulli nuk ishte prezent kur ata u përndoqën. E dyta, ata ruajnë një kujtim të mirë dhe kishin mall për apostullin, i cili, siç dim, kishte predikuar në Selanik. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse nuk mjafton vetëm shkosh të predikosh, por duhet lësh dhe gjurmë tek ata që dëgjojnë lajmin e mirë. Dhe vetë Shën Johan Gojarti na thot: shkoni, predikoni, në është e mundur me fjalë. Pra, fjala e apostullit Pavli kishte lëshuar rrejnë tek Selanikasit, sepse ata kishin parë atje një shembull e një apostulli të vërtet të Krishtin. Pra, duke parë apostullin, ata kishin parë vetë Krishtin. Por le të flasim dhe për vargjet më poshtë. Vargu 7 thot: prandaj o vëllezër, ne u ngushëlluam për ju me gjithë shtrëngimin dhe nevojën tonë përmes besimit tuaj. Të rejat që solli apostull Timotheu nga Selaniku, pra ishin në ngushëllim për apostullin dhe një ngritje morale të atij dhe të gjithë bashkëpunëtorëve të tij. Vargu 8 thot: sepse tani rrojmë me të vërtetë nëse ju qëndroni në Zotin. Në këtë varg apostulli vazhdon dhe arsyeton atë çfarë tha më përpara në lidhje me ngushëllimin. Tani përcakton kohën që nga momenti kur Timotheu i njoftoi të reja nga Selaniku, sepse kjo nga atëherë do thot një transformim në predispozicionin shpirtëror dhe në moralin e Pavlit dhe të bashkëpunëtorëve të tij në lidhje me të krishterët e Selanikut. Ai thot: rrojmë me të vërtetë, që do thot marrjet, fuqi, guxim. Pra nuk thot në kuptimin e jetës biologjike ose të ashme, por në guximin dhe dëshirën për ta çuar më tej fjalën e Perëndisë, sepse pavarësisht se të krishterët në Selanik mësuan për ndjekje, prap fjala qëndroi, sepse ajo kishte dhënë rrej. Kjo jepte më shumë guxim apostullit të vazhdonte të predikonte në vende tjera. Por apostulli i thot: qëndroni në Zotin, pra në Krishtin. Është bërë zakon që Pavli të përdor këtë shprehje, pasi do t'i familjarizoj besimtarët me veprën e Krishtit, për pjesëmarrjen e tyre në kryqin dhe në ngjalljen e tij. Pra, për një bashkim mistik të tyre me anë të misterëve të kishës. Në Krishtin është komunikimi i vazhdueshëm i besimtarit me Krishtin, saqë e gjithë jeta e tij të udhëhiqet dhe drejtohet nga dashuria dhe shembulli i Krishtit. Kjo është shumë e rëndësishme për të gjithë besimtarët në çdo kohë, edhe në kohën e sotme. Dhe këtë duhet të kemë parasysh të gjithë ata që predikojnë lajmin e mirë dhe mësimin e kishës. Ata duhet i çojnë besimtarët në Krishtin dhe nuk duhet i mbajnë për vete. Sepse vetëm nëse ne çojmë një njerëz tek Krishti nëpërmjet predikimit dhe shembullit, atëherë ai do të qëndrojë i fortë. Por fatkeqësisht nëse do ta mbajmë rreth vetes, atëherë ata duke parë lëkundjet tona ose dhe rënjet tona, ato do të humbin besimin. Prandaj, le ta mbajnë si një busull orientuese të gjithë ata që vazhdojnë veprën apostolike në kishë si klerik e laik për të mësuar besimtarët, duke ju thënë ashtu si apostulli Pavli ju tha Selanikasve: qëndroni në Zotin. Dëgjuat komentin e letrës apostullit Pavlit drejtuar Thesalonika.